In the cradle of craggy peaks and ancient rivers, where the dawn song of the Albanian Alps meets the whispering pines, lies a living tapestry of life that has flourished for millennia. Here, the air tastes of wild thyme and pine resin. Every rustling leaf and mountain brook tells a story of balance, of resilience, and of the ceaseless dance between species and seasons. Yet even these hallowed slopes are not immune to change. Climate's breath warms the high passes. Forests face the subtle erosion of time, and species, once secure in their mountain citadels, now wonder where to find refuge. This is where Connecting Natural Values and People, CNVP, steps forward. Together with Prespa Ohrid Nature Trust, PONT, CNVP is weaving a new chapter for these mountains, one rooted in age-old respect for the land, yet spurred by innovative approaches to conservation. Launched on 27 December 2022, the project, Achieving Biodiversity Conservation through Effective Management and Enhanced Resilience to Climate Change in the Existing Protected Area of the North Albanian Mountainous Region, aims to fortify the management of the Albanian Alps protected areas so that they not only endure but thrive for generations to come. Our goals are straightforward, though the work is anything but. We seek to strengthen management effectiveness by training park staff, improving patrolling protocols, and upgrading monitoring systems. We ensure that every hectare of forest, meadow, and gorge is guarded with skill and devotion. Build climate resilience. We map vulnerable habitats, restore degraded areas, and promote sustainable livelihoods. Think community-based ecotourism and agroforestry. When local families can thrive alongside a healthy ecosystem, nature's safeguards multiply. Connect communities and conservation. From youth workshops in Theth to ranger-led biodiversity surveys in Valbona, we invite every hand, local or global, to shape the future of these mountains. From the highlands of Kukes and the green valleys of Peshkopi, to the wild heart of Valbona and the historic landscapes of Shkodër, CNVP's biodiversity projects have taken root across Albania's most treasured natural areas, connecting people, nature, and resilience in every step. Now, let's hear from our sub-grantees as they share their inspiring experiences on the ground. Unë jam Sokol Guri, drejtuesi i Federatës Hyjës Shkodrës. Na kena 20 sa vite që punojmë me CNVP-n, jena partner me ata, kena siguruar mbështetje nga CNVP-ja në fushën e mjedisit. Këtë radhë ishte me pontet e pontit, një paket për në Alpe. Alpet tona janë në parajs, në kështu kena qujt, në biodiversitet. Dhe projekti këtë qëllim kishte. Duke parë se kjo pasuni është në impresion në kohës, në impresion në turizmit, ne dolem me iniciativën që këtë parajs të arrujmë. Qëllimi ishte që ne të nërgjithësojmë aktorët, fermerët dhe pjesën turistike të cilët këtë pasionit ta vend në shërbimin e kohës, por të arrujme për barazat që vinë, pra për të rujt vazhdimësi. Dhe këtë qëllim kishte projekti. Ne morëm 4 specie, 2 nga frutet e pyllit, të cilën është mova egër edhe trandafili egër, të cilat janë edhe në listën e kuqe, morëm edhe gentiana luten edhe akulicin. Me këto 2 janë punu 4 tema, të cilët u zhvilluan me rreth 200 fermer, ku u faqin interesi shumë i madh dhe gjatë kohës arritëm që ne të kemi në takimet 3 grupë fermerësh, të rit, gratë dhe krye familjar për zonën e Bogës dhe të Lëpushës. Janë afruar 40 produkte për prodhimin e lancet të frutave të pyllit. Kena hartuar një kod sjelljet, i cili është risi për Alpet e Shqipërisë. Është arrit një vazhdimësi në konsulencë bashkë me specialistët e Federatës Hyjës. Është kënaqësi të punosh me stafin e CNVP-s. Ne gjithmonë kena gjetur një derë të hapur dhe mbështetje në gjitha fushat, në gjitha aspektet që ne kena punuar. Për sa i përket vazhdimësisë, unë shpresoj se vetë ponti do ta vazhdojnë të projekt. Se ato që gjurëm që ne kena lënë ato hapa që janë hell, të vazhdojmë atij. Unë jam Alminda Mema, drejtoj organizatën Qendra e Informacionit Arhus në Shkodër. Në kuadër të mbështetjes CNVP-s, ne kemi përfituar një projekt i cili quhet
Thethi si qendër e ekoturizmit në Alpet Shqiptare. Ky projekt synon rritjen e të ardhurave të komuniteteve lokale nëpërmjet aktiviteteve ekoturistike. Ne kemi përmirësuar shërbimet e kalimit të urës Gruna, si quhet. Është një urë e cila lejon kalimin e vizitorëve nga një zonë në një zonë tjetër drejt ujëvarës së Grunasit. Kemi identifikuar një tjetër objekt natyror, kategoria e parë e mbrojtur, që quhet Shpella e Rrafëve. Është një shpellë karstike e mrekullueshme me sifone, me liçene nënujore, me stalaktite, stalagmite, dhe është një resurs i pazbuluar ende. Domethënë ishte një resurs i pazbuluar ende dhe ne këtë resurs kemi dashur ta promovojmë në mënyrë që turistët ta vizitojnë dhe në mënyrë që turistët të kenë mundësinë që të rrinë edhe një ditë më shumë në Theth. Kemi angazhuar komunitetin lokal për hapjen e shtegut nga Thethi deri në Shpellën e Rrafëve, i cili tashmë është i shënjuar, është i pastruar, i rehabilituar, që të lejojë akses të sigurt për vizitorët. Kemi bërë sinjalistikën e duhur për të indikuar pra rrugën për në Shpellën e Rrafëve. Është hera e parë që ne jemi përfitues të CNVP-s, më përpara kemi qenë të mbështetur edhe nga Ponti, sërish në zonën e Alpeve, domethënë ku kemi zbatuar projekte të tjera. Bashkëpunimi ka qenë i frytshëm dhe urojmë që të kemi edhe bashkëpunime të tjera, sepse fal edhe këtij projekti kemi pas edhe kërkesa të tjera nga komunitetet lokale të zonës së Alpeve për t'i ndihmuar, për t'i mbështetur në aspekte të tjera, sigurisht të lidhura me biodiversitetin dhe me natyrën e Alpeve, kështu që ne shpresojmë të kemi vazhdimsi të projekteve në të ardhmen. Unë jam Dot Gjerkaj, jam administrator dhe pronar i një bujtine në Lepush, quhet Bujtina Kelmendi. Me CNVP-n ne kemi bashkëpunuar në një projekt për panelet diellore, për arsye se ndoshta një ndër gjërat më të rëndësishme është energjia dhe na ka dhënë mundësi për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve dhe kemi arritur në fakt edhe rezultate shumë të mira mas implementimit të këtij projekti. Kjo ka ndikuar në përmirësimin e cilësisë së energjisë, sepse ne edhe akumulojmë dhe prodhojmë dhe jemi diku afërsisht prodhimi që bëjmë është thuajse i barabartë ose me pak mungesë me shpenzimin që bëjmë, po eliminojmë përdorimin e drurit, po eliminojmë përdorimin e gazit. Dhe kjo ka një arritje jo e vogël e jo na fal këtij projekti. Quhem Deni Kulqini, punoj për organizatën e resurset në zhvillim. Organizata ka realizuar projektin për përdorimin e qëndrueshëm të korpullave në disa aspekte. E para është në njohjen e diversitetit të tyre në zonën e Kelmendit. Aspekti i dytë është përdorimi i tyre në fushën e kulinarisë, e cila përbën një nga aktivitetet për të zhvilluar edhe turizmin e qëndrueshëm apo përdorimin e qëndrueshëm të bërjeve natyrore për zonën në fjalë. Ky projekt është bashkëpunimi ynë i parë me CNVP-n dhe shpresojmë që të vazhdojmë me tej bashkëpunimin me këtë projekt, po edhe me projekte tjera. Dhe mendojmë që kjo është një bashkëpunim shumë i frytshëm, i cili mund të përdoret edhe tek njësia ku kemi punuar, por edhe të shpërndahet edhe në pjesë të tjera të Shqipërisë. Unë jam Ilir Gjana, nga fshati Malqene, merrem me mbashtimin e bletëve, kam një sasi të konsiderueshme, bleta është pasioni im. Kam aplikuar të CNVP-ja, kam fituar një projekt me titullin Mbashtimi i bletës në zonën e mbrojtura. Ky projekt ndikon në rritjen dhe kapacitetet e cilësisë së produkteve të bletarisë, njëkohësisht edhe për ruajtjen e biodiversitetit të zonës së mbrojtur Korap-Koretnik. Kemi futur metodat bashkohore në bletari, të cilat ndikojnë në rritjen e produkteve të bletarisë, njëkohësisht dhe cilësisë e tyre. Janë marrë disa pajisje dhe janë vendosur në punë. Morëm 20 koshere plastike, të cilat i rezistojnë transportit, pasi jemi në zonë malore, të cilat ndikojnë në shfrytëzimin e kullotave të zonës së mbrojtur. Unë jam Gzim Miftari, përfaqësuesi i shoqatës Pashtreci. Kemi prezantuar një projekt kryesisht erozioni që ka bërë në zonën tanë
Koritnik Korap, një zona fërsisht rreth 40.000 hektar a zona, me pyje. Erosioni kohët e fundit ka filluar dhe i dëmton goxha. Jemi në identifikimin e rrëshqitjeve në vende të caktuara. Projekti synon që këto rrëshqitje masive të ndalojnë. Përshëndetje, unë jam Bukuror Shanusi, drejtuesi i shoqatës ekologëve për rajonin Kukës, një organizatë e cila po punon prej 24 vitesh në rajonin e Kukësit. Në kuadër të projektit të SNVP-s ne kemi përfituar një projekt me një titull interesant, është eposi i bjeshkëve të lumës, i cili kishte si synim që të evidentonte trashëgiminë kulturore të bashkisë Kukësit, sidomos në zonën e mbrojtur, po jo vetëm trashëgiminë materiale, por edhe atë jo materiale që ka lidhje me legjendat. Si rezultat i këtij projekti ne kemi bërë të mundur që të grumullojmë përmes nxënësve të shkollave, jo pak po kanë qenë të angazhuar rreth 1500 nxënës, të cilët u angazhuan për të mbledhur të gjitha kujdhanat që kishin lidhje me legjendat e zonës Malit Koretnikut. Përveç kësaj ne bëm të mundur të evidentojmë dhe të krijojmë një shtek kulturor, nuk e kishim më përpara, tashmë e kemi atë, një shtek kulturor i cili lidh të gjitha fshatrat ku kanë monumentet të kulturës, sidomos ata të kalave, të kullave dhe të objekte të rëndësishme kulturore që lidhen me arkeologjinë dhe sidomos me qytetin nëntoksor të Kukësit. Ndikimi mund të them që ishte shumë i shpejt, sepse me të dalë libri si produkt, një nga produktet e rëndësishme të këtij projekti, komuniteti i shkollave të mesme u organizua dhe bëri të mundur që në bashkëpunim me Bashkinë e Kukësit të realizonte edhe shfaqjen në teatr të këtyre legjendave. Unë quhem Kevin Lashi, jam nga Vushtrica e Kukësit dhe jam si përmarrës i agroturizmit ton Skëra Vushtricë. Emri i projektit është nxitja e prodhimeve tradicionale në Parkun Natyror Korap Koretnik. Projekti është për një bozhë djathje, edhe kjo është një nxitje për gjithë fermerët e zonës, për grumbullimin e qumshtit dhe për punimin e qumshtit. Me anë të kësaj ne presim një rritje edhe më të madhe të turizmit, edhe kjo gjë është një ekonomi lokale për gjithë fermerët e zonës. Unë quhem Gazmin Koldashi, nga kompania Agro Koldashi, që biznesi im fillon me grumbullimin e bimëve medicinale dhe aromatike të zonës Kukësit. Kam bërë një aplikim të shoqata CNVP për 3 pajisje. Një pajisje është për pastrimin e boronicave, një pajisje është për pastrimin e dëllins, zezë të kuqe, një pajisje për grimimin e frutave, si mollë egra dhe disa produkte tjera. Unë jam shumë falenderues shoqatës CNVP që na mbështet dhe po i mbështet të gjithë fermerët Shqipëri dhe Magjarasin edhe në rajon. Ne jemi shumë të kënaqur për investimin që po na mbështet neve për këtë përkrahje që të arrisim sa më shumë prodhimet dhe produktet tona që dalim në treg më shumë cilësi dhe produktet tona të kenë shitje më të mira dhe tërheqen nga importuesit e mëdhej evropian. Unë jam Gjemile Basha nga stani i Hoxhës në Novosej, një kompleks që prej 2013-ës ofron agroturizëm në një natyrë të manitshme, mikpritje tradicionale. Mbështetja e CNVP-s na dha mundësinë të investojmë në një sistem grohje ekologjike që është shumë i rëndësishëm për ne si biznes që duam të mbajmë standardet e larta dhe të mbrojmë natyrën. Që kur nisëm projektin, kemi parë përmirësim në cilësinë e shërbimeve, vizitorët vlerësojnë shumë faktin që jemi ekomiqësor dhe kushtet janë më të mira gjatë dimrit. Përfitimi më i madh ka qenë instalimi i kaldajës së re dhe gjithë sistemi i ngrohjes na ndihmon të operojmë më mirë dhe me siguri gjatë gjithë vitit. Komuniteti përfiton gjithashtu sepse ne krijojmë më shumë punësim dhe jemi një pikë referimi për turizmin malor. Unë quhem Gjevdet Hoxha, jam drejtuesi i organizatës lokale Integrimi, me fokus mjedisin dhe jo vetëm. Tek CNVP-ja kemi
aplikuar për projektin bimet mjekësore aromatike në vlerë shtuar në luginën e Valbonës. Disa nga rezultatet e projektit janë ndërgjegjësimi qytetarëve për sa i përket mbledhjes, rujtjes, grumbullimit dhe tregtimit të bimëve mjekësore aromatike. Bimët të cilat dikur lehtësisht gjenden tani janë me vështirësi disa lloje bimësh, ata të kenë kujdes që ato bimë mos i dëmtojnë dhe mos shkojnë drejt zhdukjes. Po, gjithashtu edhe një aspekt shumë i rëndësishëm është edhe kultivimi i këtyre. Ne kemi evidentuar nëpërmjet aktorëve të ndryshëm lokal në zona të ndryshme të zonave të mbrojtura, se cilat janë mundësitë dhe kapacitetet për sa i përket kultivimit të këtyre bimëve mjekësore aromatike në zonë. Po këto janë një pasuri shumë e madhe që jo vetëm i përket vetëm tropojës, por edhe më gjerë. Se sa më shumë të ketë ndërhyrë nga projektet nëpërmjet CNV5, aq më shumë ju vijnë ndihmë edhe familjes, por edhe njëkohësisht edhe natyrës dhe bukurive natyrore të tropojës, të cilat nga viti në vit vizitohen nga shumë turistë vendas dhe të huaj. Mirë është që të ketë edhe projekte të tjera, që ju vinë në ndihmë edhe komuniteti njëkohësisht i shërbejnë edhe rujtjes së natyrës dhe ekosistemit në luginën e Valbonës dhe Mexher. Unë jam Vjollë Sabërbati, vi këtu si përfaqësuese ligjore e shoqatës Horizon Plus Tropoj. Gjatë vitit 2023-2024, shoqata që unë përfaqësoj është angazhuar në zbatimin e një projekti, zonat e mbrojtura në parkun turistik të Valbonës dhe konkretisht shtegu Gryke Motinës në drejtim të Majës Hekurave. Gjatësia shtegut ka qenë 12 km, shoqata Horizon Plus ka aksesuar në hapjen e një shtegu prej 2.8 km. Aktivitetet kryesore të këtij projekti kanë qenë hapja e shtegut turistik dhe pastrimi nga bimësia e gjelbër, nga drurët dhe nga pemet e dëmtuara të rrëzuara, vendosja shënjezimi në drurë dhe në objekte të palëvizshme i gjurmës së shtegut, hedhja dhe digitalizimi i gjurmës së shtegut, nga komunikimet që kam pas me operator turistik, aksesimi i këtij shtegu turistik nga turistët e huaj ka sjell një rritje të ardhurash, sidomos në zonën e Valbonës, por edhe në këtë Grykën e Motinës, e cila ka filluar me hapjen e bizneseve të reja. Përshëndetje, unë quhem Raimonda Metaliaj, banore në fshatin Dragobi, të luginës e Valbonës. Pranë CNV-s dhe Point, kemi bërë një aplikim për përmirësimin e kushteve të bujtinave që kemi këtu, pra si një biznes familjar, duke qenë që vendodhja në Grykën e Dragobis është shumë e kënaqshme për turizmin malor dhe shumë afër luginës e Valbonës, atë ne menduam që si familje të hapnin bujtinat. Dhe gjatë aplikimit individual që kemi bërë tek CNV-ja, kemi fituar një projekt në të cilën janë mundësuar edhe panelet diellore. Panelet diellore na kanë lehtësuar jashtëzakonisht shumë, jo vetëm për sa i përket shpenzimeve ekonomike, por kanë qenë shumë të vlefshme edhe për mbrojtjen mjedisore. Në fillim ishim pak skeptik, pasi nuk dinim nëse do kishte një rezultat, do kishim turista, nga që më së shumti turistat pëlqejnë dalin në Valbon, por pam që në fillimet në ditët e para më pak aplikime, pastaj filluan të shtohen, kishte prenotime, përveç se prenotonin që të vinin për të fjetur, dëshironin që të shijonin pak edhe ushqime tradicionale të zonës dhe vërejtëm që po ja vlente. Dhe do ishte shumë e mirë që edhe ne si biznes, por edhe bizneset e tjera të zgjeroheshin dhe të kenin mundësi që përveç se të zgjerojnë numrin e akomodimit të tyre të dhomave, të shfrytëzojnë sa më shumë panele diellore. Unë jam Astrid Metaliaj, kryetari i shoqatës Alpin Tropoj. Gjatë kësaj periudhe kemi qenë përfitues i një granti të vogël, të mbështetur nga CVNP dhe Pont. Projekti ka të bëjë me përmirësimin e shtigjeve në lumin e Gashit. Projekti synon që të përmirësoj shtigjet, të bëjë shënjimin e shtigjeve dhe të vendosin tabelat ku të orientoj turistat. Shtegu ka të bëjë faktikisht me një zonë
të lartë të rrethit të Tropojës, në 1800 metrë mbi nivelin e detit, i përket një zone të lumit të Gashit. Dihet tani se lumi i Gashit është i pranuar dhe në UNESCO, dhe impakti i këtij shtegu do jetë shumë i madh. Ne ishim shumë të gëzueshëm kur u morëm mbështetjen për këtë projekt, pasi ne kishim të planifikuar dhe kemi të gatshëm dhe shumë projekte të kësaj natyre në zonën e Tropojës, dhe do ishte një arritje shumë e madhe si për Alpinin ashtu dhe për krejt Tropojën, në mënyrë që të zhvillohet Tropoja dhe me gjatë pastaj. Jam shoqata e burimeve natyrore me qendrën Milan. Kemi aplikuar për këtë projektin për turizmin prej fshatin Zagrat deri në fshatin Cerjan. Ndërgjegjësimin më të mirë për ruajtjen e natyrës dhe përmirësimin e infrastrukturës në turizëm. Kemi krijimin e mundësive të reja për punësim dhe zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm dhe angazhimin e ruajtjes natyrës. Jam fermer, mostroj 130 kokdele. Kemi aplikuar për kthimin e staleve në pritje të turistave. Projekti është të kthimi i staleve në favor të turizmit. Aktualisht jemi në punë, pavarësisht se terreni është pak i vështirë. Jam punë në këtë projekt për arsye që fëmijët që kam në emigrim t'i kthej që të punëson të në vend të tjere, t'i shërben këtij projekti, rrinë pranë familjeve të tij. Jam Besmir Feta nga fshati Zagrat, po punoj për mbjelljen e trëndafilit të egër në zonën e Korabit. Mbështetja në CNVP na ka ndihmuar në mbjellje dhe mundësi konkrete për nisjen e kultivimit. Ka më shumë interes në bujqësi dhe në qëndrueshmëri për të ruajtur natyrën. Procesi punës është që e mbledhim, bëjmë kultivimin, e thajmë dhe e çejmë në treg. Në këtë projekt synojmë që të rritim të ardhmen e familjes. Unë jam Arbër Marku, djali i Vladimir Markut nga Arras Dibër, dhe tani në këtë intervistë përfaqësoj bujtinë në Arbër. Prej më shumë se 10 viteve me angazhuar në turizëm dhe kam menduar që kampingu në zonën e Gramës është një mundësi e madhe për zhvillim dhe për të afruar shumë vizitorë. Mbështetja e CNVP-s ka qenë thelbësore për t'i krijuar një hapësirë të madhe dhe të rehatshme për turistët që zgjedhin kampingun e Gramës. Kemi parë rritje të interesit dhe rezervime dhe turistët janë të kënaqur që kanë kushte të mira për të qëndruar në natyrë. Përfitimi më i madh është krijimi një bazë turistike që sjell ekonomi lokale dhe mbron mjedisin. Biodiversity is not just nature's legacy, it is our shared future. By protecting the wild, we preserve the wisdom of the land. Together, we walk the path of balance, where people and nature thrive, side by side.